Nata e Kadrit. Nata e Kadrit është një nga netët më të rëndësishme dhe më të bekuara të Islamit. Ajo përmendet në Kur'an edhe në hadithet e profetit Muhammed, paqja edhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, si një natë e veçantë, në të cilën zbresin ëngjëjt edhe vendosen çështjet e vitit të ardhshëm me urdhër të Allahut. Kjo natë konsiderohet si më e vlefshme se 1000 muaj, që do thotë se adhurimi, lutjet dhe veprat e mira që kryen gjatë kësaj nate kanë vlerë më të madhe se sa adhurimi për më shumë se 83 vjet. Përmendja e natës Kadrit në Kur'an. Allahu i lartësuar i kushton një sure të veçantë kësaj nate të shenjtë në Kur'anin famlar. Vërtet, ne zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E çfarë të bëri ty të dish se ç'është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, ne të zbresim ëngjëjt edhe shpirtin Xhibrili për çdo çështje. Paqe është ajo natë deri në lindjen e agimit. Kur'an, Suretul Kadr, 97:1-5. Nga kjo sure, kuptojmë disa të vërteta të rëndësishme rreth natës së Kadrit. Kur'ani është zbritur në këtë natë. Kjo i jep një rëndësi të madhe kësaj nate, sepse Kur'ani është udhëzimi hyjnor për njerëzimin. Ajo është më e vlefshme se 1000 muaj, që do thotë se çdo vepër e mirë në këtë natë ka një shpërblim të madh. Ëngjëjt edhe shpirti Xhibrili zbresin në këtë natë. Kjo është një ngjarje e madhe, sepse ëngjëjt zbresin në tokë për të sjellë bekime dhe mëshirë për besimtarët. Ajo është një natë e paqes deri në mëngjes. Kjo nënkupton se është një natë e mbushur me paqe, qetësi dhe mëshirë hyjnore. Nata e Kadrit në hadithet e profetit Muhammed a.s. Nata e Kadrit është në 10 netët e fundit të Ramazanit. Profeti Muhammed a.s. ka thënë: kërkojeni natën e Kadrit në 10 netët e fundit të Ramazanit. Buhariu dhe Muslimi. Ky hadith tregon se muslimanët duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm dhe të përkushtuar në 10 ditët e fundit të Ramazanit, pasi nata e Kadrit mund të jetë në cilën do prej tyre. Kërkimi i saj në netët teke. Profeti a.s. ka theksuar se ajo ndodhet në një nga netët teke të 10 netëve të fundit të Ramazanit. Kërkojeni atë në netët teke të 10 netëve të fundit të Ramazanit. Buhariu dhe Muslimi. Në një hadith tjetër thuhet: kërkojeni natën e Kadrit në natën e 21, 23, 25, 27 ose 29 të Ramazanit. Ahmedi. Lutja më e mirë për natën e Kadrit. Aisha, bashortja e profetit sallallahu alaihi wasallam, e pyeti atë: o i dërguari i Allahut, nëse e di se cila është nata e Kadrit, çfarë të them në të? Ai u përgjigj: thuaj: o Allah, ti je falës dhe do faljen, prandaj më fal edhe mua. Tirmidhiu Ibn Majah. Profeti Muhammed a.s. ka thënë: kush e kalon natën e Kadrit me namaz dhe adhurim, duke besuar edhe shpresuar shpërblimin e Allahut, do t'i falen të gjitha mëkatet e kaluara. Buhariu dhe Muslimi. Çfarë të bëjmë në natën e Kadrit? Falja e namazit të natës, tahajjudi dhe namazet nafile. Kjo është një nga mënyrat më të mira për të kaluar këtë natë. Mund të falen namazet veçanta për falje dhe mëshirë, leximi dhe meditimi mbi Kur'anin. Meqense Kur'ani është zbritur në këtë natë, është e përshtatshme të lexohet edhe të studiohet më shumë. Lutje dhe istikfar, kërkim falje nga Allahu. Nata e Kadrit është një mundësi për të kërkuar falje dhe mëshirë. Lutja më e mirë është: o Allah, ti je falës dhe e do faljen, prandaj më fal edhe mua. Dhënia e sadakas dhe bamirësia. Bamirësia e bërë në këtë natë ka një shpërblim të shumëfisht. Përmendja e shpeshtë e dhikrit dhe salavateve mbi profetin a.s. Dhikri, përmendja e Allahut, është një mënyrë e shkëlqyer për të kaluar këtë natë. Si ta përgatisim veten për natën e Kadrit? Të pastrojmë qëllimin, të sigurohemi që çdo adhurim bëhet vetëm për hir të Allahut, të bëjmë një plan për ibadetin, të caktojmë një program të veçantë për namaz, lexim të Kuranit edhe lutje, të shmangim shpërqendrimet,
të ulim përdorimin e teknologjisë dhe të fokusohemi në adhurim, të kërkojmë falje për mëkatet, të bëjmë istikfar të sinqert për të pastruar shpirtin ton. Përfundim, nata e Kadrit është një mundësi e artë që Allahu i ka dhuruar besimtarve për t'i fituar shpërblimin e tij të pamas. Kushdo që e kalon këtë natë në adhurim të sinqert, me besime dhe shpresë për falje, do të marrë shpërblime të mëdha dhe do të ketë mundësinë të ndryshojë jetën e tij për mirë. Allahu na mundësoft të përfitojmë nga kjo natë e bekuar dhe të na falë mëkatet. Amin.